Maqedonia e Veriut është një shtet multietnik ku jetojnë komunitete të ndryshme që bashk kontribuojnë në zhvillimin dhe stabilitetin e vendit. Ndër këto komunitete shqiptarët përbëjnë një pjesë të rëndësishme të popullsisë dhe kanë luajtur një rol të madh në proceset politike, shoqërore dhe institucionale. Shpesh, në debatet politike dhe shoqërore dëgohet mendimi se shqiptarët i duan dhe respektojnë shtetin e Maqedonisë së Veriut më shumë se vetë maqedonasit. Edhe pse kjo është një deklaratë diskutabile, ajo mbështetet nga disa argumente që lidhen me kontributin dhe përkushtimin e shqiptarëve ndaj shtetit. Shqiptarët kanë treguar një përkushtim të madh ndaj stabilitetit dhe funksionimit të shtetit. Pas konfliktit të vitit 2001, u arrit një marrëveshje e rëndësishme politike e njohur si marrëveshja Kornize-Ohrid, e cila vendosi bazat për bashkëjetesën ndëretnike dhe për respektimin e të drejtave të komuniteteve. Shqiptarët e mbështetën këtë marrëveshje dhe punuan për zbatimin e saj, duke kontribuar në stabilitetin dhe paqen në vend. Gjithashtu, vlen përmendur se shqiptarët kanë qenë shumë aktiv në institucionet shtetërore dhe në jetën politike. Partitë shqiptare shpesh kanë qenë pjesë e qeverisë dhe kanë ndihmuar në marrjen e vendimeve të rëndësishme për zhvillimin e shtetit. Përmes kësaj pjesëmarrjeje, shqiptarët kanë treguar se janë të përkushtuar ndaj ndërtimit dhe forcimit të institucioneve të Maqedonisë së Veriut. Pjesëmarrja e partive shqiptare në pushtet ka ndihmuar në krijimin e balancës politike dhe në ruajtjen e stabilitetit institucional. Përmes dialogut dhe bashkëpunimit me partitë maqedonase është bërë mundur që shumë çështje të zgjidhen në mënyrë demokratike. Po ashtu, shqiptarët në Maqedoninë e Veriut kanë qenë ndër mbështetësit më të mëdhenj të integrimit të vendit në organizatat ndërkombëtare si NATO dhe Bashkimi Evropian. Ky orientim pro-evropian dhe pro-perëndimor ka ndihmuar në forcimin e demokracisë dhe në rritjen e sigurisë së vendit. Ka pasur rrethana dhe raste të shumta ku shqiptarët kanë tejkaluar vetveten, kanë mbyllur syt para ndonjë shkelje të së drejtës së tyre themelore, vetëm që të mos ketë eskalime deri në konflikte të niveleve të larta etnike dhe të mos ngecin proceset e këtij shteti multietnik dhe kanë ruajtur stabilitetin dhe kohezionin social brenda shtetit. Gjë që ndryshe ka qëndruar çështja me maqedonasit, që grupe të caktuara prej tyre kanë tentuar në mënyrë të vazhdueshme dhe sistematike përplasjet ndëretnike dhe destabilizimin e vendit. Në vitin 2018, çështja e emrit të shtetit ka qenë për shumë vite një nga problemet më të mëdha politike dhe diplomatike të vendit. Mosmarrveshja me Greqinë për përdorimin e emrit Maqedoni bllokoi për një kohë të gjatë integrimin ndërkombëtar të shtetit. Në këtë proces të ndalikuar politik, shqiptarët luajtën një rol të rëndësishëm dhe shpesh u shfaqën si mbështetës të zgjidhjes së problemit përmes kompromisit. Shumica partive dhe përfaqësuesve politik shqiptar mbështetën një zgjidhje që do t'i hapte rrugë integrimit të vendit në organizatat ndërkombëtare. Ata konsideronin më të rëndësishëm stabilitetin e shtetit dhe të ardhmen euro-atlantike sesa vetë debatin simbolik për emrin. Për këtë arsye, shqiptarët mbështetën marrëveshjen e arritur mes Shkupit dhe Athinës, të njohur si marrëveshja e Prespës, e cila çoi në ndryshimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut. Fal kësaj marrëveshje, vendi arriti të zgjidhë një konflikt shumë vjeçar dhe të përparojë në rrugën e integrimit ndërkombëtar. Pas zgjidhjes së çështjes së emrit, shteti u bë antar i NATO-s dhe vazhdoi përpjekjet për antarësimin në Bashkimin Evropian. Në këtë proces, mbështetja faktorëve politik shqiptar ishte shumë e rëndësishme për arritjen e konsenzusit dhe për miratimin e ndryshimeve të nevojshme politike dhe kushtetuese. Megjithatë, duhet theksuar se dashuria dhe respekti për shtetin nuk duhet të varen nga përkatësia etnike, si maqedonasit, ashtu edhe shqiptarët janë qytetarë të njëjtit shtet dhe kanë përgjegjësi të përbashkët për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Stabiliteti dhe zhvillimi i vendit mund të arrihen vetëm përmes bashkëpunimit, mirëkuptimit dhe respektit të ndërsjellë
mes të gjitha komuniteteve. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është bashkëjetesa e përditshme mes shqiptarëve dhe maqedonasve që jetojnë në qytete të ndryshme në Maqedoninë e Veriut. Në këtë qytete, njerëzit bashkëpunojnë në ekonomi, në arsim, në kulturë, duke ndërtuar marrëdhënie të mira dhe duke forcuar stabilitetin shoqëror. Në përfundim, pavarësisht që ka situata dhe rrethana që diskriminojnë shqiptarët në Maqedoninë e Veriut, ata prapse prap vazhdojnë të luajnë një rol jetik dhe shumë të rëndësishëm në ruajtjen e stabilitetit dhe zhvillimin e shtetit, përmes pjesëmarrjes në institucionet politike, promovimit të bashkëjetesës ndëretnike dhe mbështetjes për integrimin euro-atlantik. Ata vazhdojnë të jenë një faktor kyç dhe konstruktiv për paqen dhe stabilitetin në vend. Pjesëmarrja e tyre në jetën politike, mbështetja për marrëveshjet paqësore dhe orientimi pro-evropian tregojnë për kushtimin e tyre ndaj shtetit dhe të ardhmes së tij. Megjithatë, nëse shteti është interesuar që të ketë prosperitet dhe të ardhme në vendin e vet, përparimi i vendit varet nga bashkëpunimi dhe respekti i të gjitha komuniteteve që jetojnë në të.